Vrau prindrit e tij si pjesë e komplotit për vrasjen e presidentit Trump, FBI arreston 17 vjeçarin. Nikita Kasap, një 17 vjeçar amerikan i cili akuzohet për vrasjen e nënës dhe njerëkut të tij, dyshohet se ishte përfshirë në një komplot për të rrëzuar qeverinë amerikane. Në telefonin adoleshentit kishte materiale të lidhura me një grup neonazist dhe sipas FBI Siriu vrau prindrit e tij sepse ata nuk i dhan para për të vrarë Donald Trump. Sipas asaj, që u zbulua nga FBI dhe u raportua nga mediat amerikane, Nikita Kasap nga Wisconsin veproi si pjesë e një komploti për të vrarë presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai mori jetën nënës së tij, Tajana Kasap, 35 vjeç, dhe njerëkut 51 vjeçar Donald Mayer, të cilët u gjetën të pajetë në shtëpinë e tyre në 28 shkurt. Një urdhër kërkimi i deklasifikuar së fundmi pretendon se telefoni të dyshuarit përmbante materiale në lidhje me një grup neonazist të quajtur Urdhri i 9 Ëngjëjve të frymëzuar nga Adolf Hitler. Sipas dokumentit të gjykatës, hetuesit zbuluan gjithashtu shkrime antisemitiste në të cilat i pandehuri dyshohet se detajonte planet e tij për të vrarë presidentin amerikan si pjesë e një qëllimi më të gjerë për të përmbysur qeverinë.